Sovraniteti nuk është as parull dite, as nocion abstrakt. Sovraniteti është prania e shtetit dhe dobia e kësaj pranie për çdo qytetar në çdo komunë, për secilin komunitet pa dallim. Ne nuk kemi punuar, as nuk punojmë për politikat përkohshme. Ne kemi investuar të themelit. Mbi to po ndërtojmë një republikë që mbështetjen e drejtë e ka ideal të përhershëm. Ndërsa punuam për nënat e fëmijët, veriun, ushtrinë dhe bujqësinë, në mandatin e ri kërkojmë për krahjen tuaj që ta nisim transformimin më të madh ekonomik e industrial të vendit tonë. Mandat i prodhimit, mandat i zhvillimit, mandat i vetëqëndrueshmërisë. Investime strategjike në sektorin minerar, në kapacitetet energjetike dhe në gazifikimin e qymyrit si bazë e zhvillimit industrial dhe sigurisë energjetike të vendit tonë. Shtet që prodhon, ndërton dhe fuqizohet nga puna e vetë. 4 hekurudha të reja, 5 diga me investime mbi 400 milion euro dhe 20 stadiume moderne me investime prej 250 milion euro. Shtet që lidh rajonet shqiptare dhe ndërthur ekonominë e infrastrukturën rajonale me atë evropiane. Shtet që lidh qytetet, zhvillon ekonominë dhe ndërton infrastrukturën për brezat që do të vinë. Zhvillimi i turizmit strategjik me investime të qindra milionëshe e pra shtet që e kthen pasurinë natyrore në zhvillim dhe mirëqenie. Do të ngrem industrinë ushtarake të Kosovës, prodhim vendor i municionit, i pajisjeve ushtarake dhe i teknologjisë bashkohore të dronëve luftarak. Shtet që mbron veten dhe ofron siguri. Shtet që lidh aleanca dhe forcon partneritete. Themelim i byros për konfiskimin dhe sekuestrimin e pasurisë pa justifikueshme për të shëruar plagët e korrupsionit dhe pasurimit të palegjshëm. Shtet ku ligji është mbi secilin dhe pasuria e palegjshme nuk gjen stre. Të dashur qytetar, ne ja kemi dalë falë mbështetjes suaj të madhe, që të punojmë për shtet social i cili mbron qytetarin dhe familjen, shtet sovran i cili ushtron autoritet nga do, shtet zhvillimor që prodhon, investon dhe ndërton, si dhe shtet ligjor i cili lufton suksesshëm krimin dhe korrupsionin. Shtet i sigurisë dhe mbrojtjes me ushtri të fuqishme dhe industri ushtarake vendore. Shtet energjetikisht i qëndrueshëm dhe ekonomikisht më i pavarur. Shtet që mbështet punën e ndershme, prodhimin vendor dhe fermerin punëtor. Shtet me infrastrukturë hekurudha e diga, me zhvillim industrial e drejtësi ligjore. Shtet që investon në dije dhe edukim, në shkencë, kulturë dhe teknologji. Shtet që ruan dinjitetin e luftës shqiptare dhe kujtesën kolektive. Pra shtet për krejt qytetarët e tij, pa lënë askënd anësh. Ky projekt i zotimeve tona ka nevojë të jashtëzakonshme për ndihmën e secilit prej jush. Këto arritje e këto zotime kërkojnë përkrahjen nga secili dhe mobilizim të madh që të ruhen dhe të avancohen më tej. Që ta jetësojmë këtë program dhe këto zotime, nevojitet angazhimi e kontributi çdo njërit prej nesh në këto ditë gjatë gjithë fushatës e posaçërisht me 7 qershor në ditën e zgjedhjeve. Ky është projekt i të gjithëve dhe për të gjithë. Prandaj na duhet të punojmë secili që të mbërrijmë këto objektiva.
pra mbështetja juaj e madhe e bën të mundur zbatimin e këtyre zotimeve. Asnjëri prej nesh nuk duhet të mungoj me 7 qershor. Çdo mungesë është një mundësi më pak për të parë të jetësohet ky program. Ne jemi të vendosur, e ju vendosni vetë dhe bëhemi krejt bashk, krejt për shtet, sepse shtet për krejt. E tash të dashur pjesëmarrës të këtij tubimi, po paraqes para jush të gjitha zotimet tona në çdo fushë. Janë shumë zotime e nuk e di që i keni punë sonte me kohë, po do të zgjat pak.